Çfarë na tha tani ose bëu diri për media tona? Ja folti I pari. Si e kanë pasur fushatën dhe si kanë ndikuar në këto zgjedhje? Vjen ose bëu diri një muaj këtu dhe thotë që media është e blerë. Për media kjo tregon atë që ne kemi thënë dhe që nuk do ta pranoj as qeveria as kush, domethënë që këtu media është pjesë e një sistemi të kapur dhe I shërben këtij sistemi. Dhe pra është sistem klientelist nëpërmjet si? Thotë tjetër që Po këtë thotë që nëpërmjet parave, nëpërmjet interesa, nëpërmjet janë lidhur me partitë socialiste se jep para publike. Por nga ana tjetër thotë që të dyja palët janë të mbi prezantuara në kronika televizive dhe kanë lënë jashtë paraqitjes partitë e tjera. Pra që të dyja palët, pra në mediat e Ramës, po thotë raporti, shfaqet Berisha më shumë se gjithë tjerët, që do thotë Berisha është pjesë e këtij sistemi dhe ky sistem është I kapur dhe ky sistem nuk ka, pra aktorët që luajnë këtu nuk kanë armik njëri tjetrin, por kanë armik të rinjt. Dhe I pengojnë ata që dalin dhe të shfaqet nëpër media. Madje thotë në një vend aty që edhe natyra pra nuk I ka hyrë hollësisht natyrës së transmetimit, por në mënyrë sasiore të paktën del opozita flas Partia Demokratike më e paraqitur se sa partitë e tjera. Po ditë se opozita është ajo. Partia Demokratike e ka të keq, ja bën të keqen, jo. Kjo del nga këtu. Në rolin e opozitës ajo s'ka fuqi ta blen median. Hajde të themi çfarë duash për këtë opozitë. Ajo nuk e blen median. Çfarë të duash ka kusure, por në këtë rast jo, Ylli, ajo që thotë që unë lexoj nga raporti thotë kështu që mediat të kapura nga qeveria janë të lidhura me interesa me qeverinë. Por nga ana tjetër prap raporti thotë që media gjatë fushatës paraqitet si kohë media, ja t'ju themi provë. E kam denoncuar këtu të emisioni Zotit Ylli se më bëri shumë përshtypje atëherë një kronik Top Channelit. Ishte kronik që kalonin sekondat për PD-n dhe kronika ishte I llogaritë I kohë elektorale PD-s dhe thoshte por as Sali Berisha as njerëzit e tij nuk kanë dhënë asnjëherë shpjegime se si u bë kjo kontratë lobimi në Amerikë. Pra brenda kohës PD-s, sa katonte PD-n. Tani kjo me sekonda, po prandaj nuk është çështje kohe sasiore. Kjo është një aspekt, por nga ana tjetër, kulmja, pra thelbja saj që paraqiti paragrafit që paraqiti redaksia këtu ishte media me pronar që kanë interesa biznesi dhe politike dhe që marrin para publike nga partia. Këtë thash në këtë pjesë. Po përveç kësaj, ajo që s'bim dakord është kjo pjesa tjetër, që këto media që marrin para publike nga Edi Rama, paraqesin Sali Berisha. Paraqesin kështu si thash unë, pra, që edhe në kohën e vet I bien. Ky është një rast dhe një aspekt, por nga ana tjetër, po këto media e kanë ngritur Berishën. Pse vëre? Dhe nga ana tjetër, po këto media, më fal që ta mbaroj, kanë sulmuar partitë e vogla. Ne e dim që I kanë bërë kurthe partive të vogla, I kanë futur në sherrë me njëra tjetrën, kësiesi që këta mos I marrin vota Saliut. Ja dikush ma thotë, që sa Burshati tani ma thotë dikush, që ai edhe në këtë rast, do me thënë, raporti e cilëson që pavarësisht se ama ka raportuar për kohën e transmetimit, nuk ka vlerësuar tonin e raportit. Sa e BPD-ja aty, thotë Burshati? Sa e BPD-ja? Dhe e quhet kohë e PD-s. Që t'jemi të qartë, se vë raporti që e thekson shumë rolin e media. Ne në këtë vend kemi jetuar dhe njohim historinë. Kur ka pasur rotacione politike në Shqipëri, ka pasur në vitin 2005 me Fatos Nanon, kur një nga 2 televizionet e mëdha kombëtare, 3 ishin atë kohë, TV Klani u vu kundër qeverisë Nano. Kur kishim rotacionin e dytë, në 2013, kur 2 nga 3 televizionet kombëtare, Vision Plusi dhe Top Channel ishin kundër kryeministrit Berisha. Në qoftë se jemi në gjendjen siç thuhet sot, që gjithë mediat janë investitor strategjik, mediat kryesore, Klani me topin, kësaj qeverisë, tellallën e qeverisë, harroj që do kesh rotacion politik. Dhe prandaj e quan një element kaq të rëndësishëm dhe I vë aq shumë vend medias. Tani, ja të marrë një moment fare të voglun jashtë kësaj, jashtë fushatës, se është çuditur Odiri tani. Kur vjen shikoni një kohë të shkurtër këtu, këtë gjithë medias tonën, të medias temi mos bëjmë dallime, të medias të tonën, shikoni një tonën të tillë, të merohen ata. Ja të marrim një rast që s'ka lidhje me fushatën. Nuk e kishe një aty. Reporterët
ndihen të friksuar, thonë vërtetën, është një paragraf tjetër. Nga këta pronarët që marrin lek nga qeveria. Po, e thoshte për... Autocensurohen thosh. Autocensura doli. doli. Të marrë tjetër më që nuk është e lidhur fare me fushatën. Një media që për Erion Veliun të bënte qante. Të jepte jetën. Jepte jetën për Erion Veliun. Ra Erion Veliu, bëllën gojën. Kush në? Kam mbarë. Mediat më dha. Ti hyre në rafshin e tik tani. Që e tik? Që ata e kanë ndihmuar atë Erionin, kanë marrë para nga Erionit dhe tani e shqitën Erionit. Mbaruan lekët, mbarojnë mbrojtja. Mbaruan lekët, mbarojnë mbrojtja. Mbaron armatimi. Ua? Mbaron fishekën. Ajo që po thonë është këtu që këta thonë që pjesën, pra dominojnë dy partitë e mëdha, thot në kurrizë të partive të vogla dhe tek partitë e vogla, në një pjesë të raportit thotë debaton partia që pagu me lek, PS-ja, e drama. Një pjesë tek partitë e vogla thot e kanë bërë në kundërshtim me ligjin, sepse ato duhet secila të përfaqësohet në 5% dhe nuk është përfaqësuar as 2%, ndërkohë që këto partitë më kanë marrë pjesë në llokun e Luanit. Dhe ky është problemi këtu dhe kjo tregon që pse këto partitë pra këto media të cilat presupozohet që janë kundër Partisë Demokratike sepse janë me Ramën. Pse nuk sulmojnë Partinë Demokratike dhe të ngrenë partitë e vogla të cilat presupozohet që i marrin vota Saliut, por i lënë hije partitë e vogla, madje i sulmojnë partitë e vogla, ndërkohë që japin hapësirë Partisë Demokratike. Thjesht. Për çfarë? Se Ramës nuk i duhet të godasësh njëri tjetër. Boll mos fol për vjedhjet e veta. Pra, një qeveri, po se denoncove, po nuk ka asnjë denoncim mediat e mëdha. Fal. Kjo është një aspekt. Sigurisht që Ramës nuk i intereson që dal korrupsioni vet. Por nga ana tjetër, Ramës i intereson të përçajë opozitën. Dhe do të interesonte që të rriste partitë e vogla dhe të merrte më pak vota Saliu. Këta kanë bërë të kundërtën, këta klientët e Ramës. Këta kanë rritur Saliun dhe kanë dëmtuar partitë e vogla. Se i paguan Saliu. Se i paguan Saliu. Saliu nuk mund të paguaj tash gjithë spektrin mediatik. Ai thot këta i paguan Rama, ti do të fusësh dhe Bin Laden. Jo, unë po them me paratë e Ramës, mbrohet Saliu, të po them unë, sepse janë bashkë. Këtë vërteton kjo. Tani, ata pranoj dhe këtë, nuk ka rëndësi se ti po ta nxjerrësh. Debat po bëjmë burr. Po pra ashtu si thotë. Unë këtë raport kështu lexoj. Ky raport për mua vërteton atë që ne kemi thënë gjatë gjithë kësaj kohe. Unë paktën e kam thënë. Rama është fiks siç thua ti, paguan për vete, më shumë, paguan dhe për Saliun, që dali dhe Saliu. I paguan Rama. Rama paguan që të rrinë pushtet. Dhe rrinë pushtet duke penguar që të dalin aferat korruptive të Ramës, dhe duke mbrojtur Saliun për të mos lënë alternativa të reja të rrezonë. Ku është diferenca e madhe? Ku është diferenca e madhe që këtu në 30 vjet është njoft në diktator në raport me mediat, Saliut i kemi thënë, na janë ik rrylat e fytit. Je thënë ti, mos si kam thënë ashtu. Në përgjithësi ambienti mediatik e shpallën dhe ndërkombëtarët armiku i shtypit. Përgjithësi të duke mirë. Jo, nuk më duke mirë, por në atë kohë sado që Saliu bënte kishte më shumë rivalitet mes kurse sot është monopolizuar tregu komplet. Pra, edhe në kod Saliu dhe në kod Nanos, dhe këta dinin t'i paguani t'i bënin gjithë mediat kombëtare për vete. Por sa do diktatora po të korruptuar ishin, lan hapësira bosh mediatike dhe televizionet mëdha që i kishin kritik ndaj vetes. Nga që nuk jetoj më në demokraci, si që kemi qenë deri diku një demokraci deformu, sot nuk ka asnjë media të madhe që tjetë kritike me qeverin. Ky është hopi cilësor e prandaj raporti... Deri këtu do jemi dakord bashkë. Kjo është pjesa e parë për cilën jemi dakord bashkë. Pjesa e dytë është që duhet kuptoj, se për mua ky është thelbi, se ky lexon, me këtë lexon kush është sistemi këtu. Po t'i vesh re, gjatë fushatës janë kryzuar Adriatik Lapaj, me gjithë ta tjerët, janë kryzuar më vlla. Prandaj unë dhe ti duhet ta përqendrojmë fokusin të godasim atë që i paguan mediat me para publike, për t'i bërë reklam dhe Saliut. Nuk ka një njeri që korrupton mediat, edhe për t'i bërë nder Saliut. Mendoj duhet godasim të dyja, sepse të dy janë sistemi. Dhe unë mendoj pak korrupton mediat. Unë mendoj paktën që sistemi nuk bie nëse godasim vetëm njërin. Sistemi bie nëse i godasim të dy.
Sepse vetëm duke gozitur të dy lindë diçka e re. Njerëzve të vërtetën. Po pra kjo është e vërteta, që janë të dy të përfshirë, janë të dy që mbajnë sistemin. Që këta i paguan Rama, po ka faj dhe Saliu. Jo, themi që këta i paguan Rama. A ka ndonjë element që mungon për median? Sepse edhe këto mediat që thua ti, marrin para tjera nga Rama. Mbarojeni tani, ju lutem. Kone e diktatorit Rama. Krimi bëhet midis atyre që merr dhe jep. Jo ati që përfiton. Krimi është ai që merr, më. Po pra, ai që jep është krim. Merr topi me klanin i paguan Rama. Po edhe ky tjetër që merr nga Rama, sepse kjo opozitë po merr nga Rama. Po edhe në media, po s'ka lidhje me këtë. Edhe në media më. Shiko, ne harrojmë një gjë, ne jemi gazetarë të vjetër dhe ne dim ka i dallim cilësor të financimi i mediave në kone Berishës dhe në kone Ramës. Berisha jep të dhe para drejt për drejt, jo në formën e fushatave. Gjoja ka dëndur planin me lekë. Ministrisë Kulturës dhe tjerë. Ka dëndur planin me lekë. Nëse kjo qeveri jep nëpërmjet prokurimeve publike apo jo. Dhe pronarët e mediave janë kryesisht ndërtues apo ndërtues rrugësh ose investitor strategjik. Por ti harron një gjë që për shkak se ky është pushtet i cili kontrollohet në masë të madhe, në shumicë të madhe nga një parti, edhe brenda kësaj partie ka pluralitet interesash. Këtu ka ministra që godasin ministrat e tjerë. Dhe ata financojnë emisione investigative dhe kjo e krijon një lloj pluraliteti, po themi, në pasqyrim.